Mirëmëngjes dhe mirë se vini në përballjen javës së 20 të kampionatit 16 vjeçarëve. Sot skuadra e Partizanit bëhet në fushë me objektivin e qartë për të vijuar serinë e jashtëzakonshme të fitore dhe për të arritur një tjetër sukses të rëndësishëm. E kjo kori i djemve tanë që po bën vërtet një paraqitje fantastike. Uniformë tradicionale ngjyrë kuqe nis takimi nga e majta e ekranit pra. Sa të këmbgulli edhe njëherë Mamuta i ka hapësira drejtohet portës së Allushajt, por vjen me shumë shpejtësi shkëmbi që për një moment ja largon nga këmbë për tashmë kjo ndërhyrje që sipas gjyqtarit është gjithçka e rregullt. Në zonë gjithmonë Apolonia rrezikshëm me numër 22 dhe kjo goditje lehtë ishte Deliu që provoi prej Kleron Allushajt i cili ka fituar këtë dy luftime trup. Le të shikojmë Kleron Allushaj e godet shumë pranë dhe Himallari që priste një asist. Edhe njëherë spërkata e gjatit mbyll gjithçka me saktësi Odiseja gjati. Shkëmbi tashmë. E kërkon Himallari, në saktësi vata e gjen Himallarin, provon Himallari të majtë, goditja shkon në travers, çfarë priti edhe koçit. Edhe një krosi drejt shtyllës të dytë. Shikoni e ka rritur Lushaku dhe topi më pas në traverse, pa besueshme. Sa pran golit dhe një Lushaku, Allushaj me forcë nuk ka drejtimin, bllokohet nga mbrojtja, largon me çdo mënyrë skuadra Apolonise. Tashmë Mahmudi ndrysh shkëmbi saktësisht 17 Kazheli, po gjithsesi Partizani qëndron aty, qëndron në sulm duke kërkuar me çdo mënyrë golin dhe goditja vjen më në fund goli pra. Shënon Kleron Allushaj i cili nuk feston respekt i skuadrës së tij. 1-0, minuta 22. Sa daljes karton të kuq të portierit për lëshkëm të krosime, godet Himallari topi që mbetet në rrëmuje sipër. Ka faul krosimi drejt zonës Himallari me këtë veprim akrobatik, por topi shkon shumë larg kuadratit. Bukur për Himallarin, niset edhe Allushaj, Lushaku, thjesht e çon në rrjet. 2-0, një aksion i rrjedhshëm skuadrës kuqe me 3-4 pasime të qarta. Gjejmë dhe golin e dytë teksa jemi në 35. Ka përballë numër 7 Himallari, një pasje thjesht për Vatën që e godet ai me forcë. Dhe Vata prek shtyllën e jashtme. Si në këto çaste teksa Hita i godet, ka penalti, qartësi sakt vendimi. Himallari bët gati edhe të niset përballë për tjetë Apolonis, godet topin në rrjet 3-0. Elson Himallari shënon golin e 24-të. 3-0, çfarë starti i pjesës së dytë? E nisim mjaft mirë provoi Hitaj të gjendë kuadratin. Hitaj krosimet të majtën në zonë është Himallari. Le të shikojmë çfarë do sjell kjo mundësi. Himallari me djathën dhe topi shkon në rrjet. Nuk kishte çfarë të bënte Ajaslari kësaj goditje potente me të djathën. 4-0. Provon të majtën ndërhyn Ajaslari. Allushaj, Himallari, fort kjo, çfarë ndërhyrje? Ajaslari i tjetër top në thellësi kur kërkohet Hita, e ka arritur Hita në momentin e fundit e më pas dorëzohet, por Allushaj ka mundësinë për të provuar. E goditja shkon në rrjet 5-0. E teksa tashmë më qartë asje dallojmë edhe numrin e saktë tek pantallonat e portierit Apolonis. Një korrigjimi është portier është Banaj. E krosimi drejt qendrës. Kazazi e më pas Pera ka shënuar dhe golin e 6. Pak sekonda për të, por gjend golin Tema ndjes. Është Tema i që ka shënuar, jo Pera. Është numër 66. Klevis Tema. Tashmë shikoni një duel interesant Gjati dhe Mahmudajn. Pera. Gjithmonë Pera e godet e çon në rrjet më në fund 7-0.
kërkonte golin Pera prej disa minutash. Por të duaj kjo lëvizje. Kjo e djasë. Por të mposhtur për herë të 7 të skuadrën Apollonis. Me Partizanin që ka siguruar fitoren e 20 radhazi. Mbyllet këtu me një fitore mjaft të bukur 7-0. 7 gola të shnuar nga Sollajun.